Mirë, ndërkohë që po qëndron aty Edlira ta përfshi dhe pak avokatin. Avokat, mund të kishim dëgjuar një rast të tillë, por të vërtetuar ose të e dalë si një pistë nga policia është hera e parë që po e sjellim në një bisedë me njëri tjetrin. Si e ke parë ti si rast këtë ngjarje që të vendosësh tritol në ambientin e shtëpisë tënde për të fituar një azil jashtë? Jo, nuk është hera e parë, Flori. Është hera e disajt, madje jo më larg se para 8 muajsh apo një viti, një rast i ngjashëm ka ndodhur dhe në Peshkopi, kur 2 vëllezërit i skenuan shpërthimin e një makine të tyre për të përfituar azil në Francë, mos gaboj në atë periudhë, por ka pasur disa raste. Nuk është hera e parë se kjo ishte ideja. E qartë, e kuptoj. Pastaj Ose ndoshta që të ketë marrë kaq shumë vëmendje se ditën e sotme ka marrë kjo ngjarje ka patur shumë vëmendje. Dhe se kuptoj pse duhet shkojë njeriu deri në një skenim të tillë. Shiko, kjo duhet parë në 2 kontekste. E para po pak kështu moralisht, njerëzisht, pa futur pjesën e ligjit, tregon se deri ku ka arritur dëshpërimi i disa njerëzve për të larguar përgjithësia dhe për të siguruar një vend pune të përhershëm në një vend të Bashkimit Evropian. Pra kjo është njëra anë. Por kjo ndoshta në rastin konkret nuk më bën shumë sens sepse familja e personit në fjalë është gjatë në një vend të Bashkimit Evropian dhe është duke punuar atje dhe nuk e di dhe nuk gjej dot arsye madhore se pse mund ta ketë bërë një veprim të tillë. Po ashtu nga ana tjetër, më duket se edhe reagimi i policisë në këtë lloj teze është pak i shpejtë, sepse duhet kishte bërë disa hetime më të detajuara, minimalisht duhet ta kishte nxjerrë konkluzionin pasi kishte marrë dhe një deklarat nga personi. Pra e sheh pak të nxituar. Patjetër është nxituar, sepse ata kanë arrestuar vetëm një shtetas që është nipi i pronarit të shtëpisë, që me gjas ai ndoshta mund të ketë bërë një deklarim të tillë që e ka shtyr policinë që ta bëjë një deklarim zyrtar, por për mendimin tim sërish ngelet pak herët që policia të japi një version të tillë të ngjarjes, pa bërë fillimisht disa veprime procedurale, qofshin to ballafaqime apo pyetje personazh dyshuar. Dhe në këtë kuptim, ndoshta unë shpresoj shumë që të jetë kështu, por në rast se nuk është kështu, i bie që hetimet të jenë drejtuar totalisht gabim dhe personat që mund ta kenë bërë këtë ndoshta ja hedhin paq, nëse nuk ka qenë vetë i zoti i shtëpisë. E kuptoj. Avokat, ka që vështirë është për të marrë një azil edhe ka që ndërlikuar është procedura sa mund të shkojë, ose le të ndalemi pak te kjo pista e azilit. Përse njeriu, shkojmë tek dëshpërimi, e folëm dëshpërimin dhe është një gjë që qëndron dhe që mua më bëri përshtypje. Po tani kalojmë tek pjesa dokumentacionale.